nesër nga ana e qeverisë, eventualisht gjatë kësaj jave apo në fillim të javës së ardhshme edhe nga përpjekjen për ta votuar edhe në kuvend, por që fakti që po përdorin këto dy tema që janë karta tepër perfide në kuptimin politik dhe që kanë dishmëri të lartë shtetare, tregon që interesi është që të shkojmë në zgjedhje vetëse me një kapital politik. Në një rënon nëse ndonjë prej palëve apo deputetëve do të bien, le të themi, prej këtij shantazhit publik për çështjen e pagave dhe do ta votoj buxhetin, në cilin unë besoj që do të përfshihen shumë prej premtimeve paraelektorale që zoti Kurti i dha në ekspozen për formimin e qeverisë apo në konferencën e tij para disa ditësh, siç është paga minimale prej 500 eurosh për cilën pati sot vetë hapa konkret, çështja e rritjes së pensioneve, paga në sektorin publik e të tjera, cilat duke qenë pjesë e buxhetit, nëse miratohet si i tillë, do t'i jepte zotit Kurti kartë elektorale se ka rritur pagën minimale, e nëse nuk miratohet, sërish do të përdori si kartë për ta atakuar pjesën e partive ish opozitare, se janë të njëjtat ato që pamundsuan rritjen ose të pagës minimale ose të pensioneve. A është hipokrizi kjo? Absolutisht, unë besoj që për ata që kanë përcjell zhvillimet politike në Kosovë, kjo në radhë parë nuk është fare e lejuar me ligj, duke nisur nga aty, por për faktin që tashmë shkelja e ligjit dhe normave tjera nuk është më diçka e pazakontë e as e dënueshme në masë siç ka qenë më parë, unë besoj që në këtë rrethon nuk do të ketë ndonjë ndalesë në kuptimin moral, pra që të ndihen keq sepse po e shkelin ligjin apo pse po veprojnë kështu. Kësaj gjasat më të mëdha janë që nisur nga nesër, që është jo fort e rastishme që mbledhja e qeverisë është thirrur vetëm disa orë para takimit me presidentën. A mund të jetë tema kryesore buxheti? Unë besoj që po, zonja Osmani përmes deklarimit të vetë presidencës e ka bërë qartë që çështja e buxhetit është temë tejet me rëndësi për vendin, gjë që po pajtohem nominalisht që buxheti është temë e rëndësishme sepse është dashur të votohet. Për hir të së mirës së përgjithshme, a mund të bëhet kompromis këtë rast edhe me ligjin, edhe me kushtetutën, edhe me rregullorët, edhe me gjithçka tjetër pra për ta kaluar buxhetin? Po ky nuk është modeli që ne duhet ta aspirojmë shqiptar, pra nuk duhet bëjmë kompromis me shkeljet kushtetuese ose shkeljet ligjore. Ka pasur 8 muaj kohë për ta menduar një rrethon të tillë dhe së dyti unë besoj që ka përpjekje për ta krijuar një ndjesi të ngutisë më shumë sa që ka realisht urgjencë. Çështja e buxhetit është mirë e rregulluar me ligjet në fuqi. Tazëm, në rast se do të kemi zgjedhje në 10 orë që duken tashmë të pashmangshme, për muajin janar dhe shkurt vetë se ka zgjatje automatike të buxhetit siç ka qenë për vitin paraprak, pra vitin. Nuk ka kolaps. Jo, absolutisht. Kolapsi do të ndodhte nëse buxheti nuk miratohet në muajin mars. Dhe unë besoj që kalkulimi është që me atë çfarë deklaroi edhe vetë zoti Kurti që përveç zgjedhjeve në 10 orë mund të kemi edhe në pranverë, kjo ka qenë indikator që mund të arrijmë në pikën ku do të tentohet që të shkohet sërish në zgjedhje. Po kjo çështja e ngutisë për qeveri të unitetit ose qeveri teknike sa për ta votuar buxhetin, do të ishte adekuate në kuptimin kohor nëse bëhet vitin e ardhshëm. Por jo tani kur është e garantuar zgjatja e ndarjeve buxhetore dhe situata eventuale në shkurt apo në mars të vitit të ardhshëm nuk do të ishte fare ndryshme në kuptimin e asaj çfarë kemi tani. A mund të jetë frika që edhe nëse shkohet në zgjedhje pra në fillim ose në mes të muajit dhjetor, prapë të ketë një situatë ngjashme sikur tani, pra të mos ketë një koalicion deri në mars dhe të ketë zgjedhje të reja. A është kjo frikar po që në një farë po parashihet se bloqet do të mbesin të njëjta, nuk do të ketë lëvizje nga asnjë anë dhe potencialisht rezultati mund të jetë i përafërt. Dhe për ta shmangur këtë krizë, ta votojmë një buxhetin pastaj të shkojnë edhe kjo le të zgjatë. Unë më shumë se sa frikë besoj që është përpjekje për ta projektuar një situatë që kinë se do të ndodhë në të ardhmen. Dhe kjo përdoret pastaj për, unë besoj, një lloj manipulimi kolektiv. Dhe shantazh, mund të jetë? Po, për shkak se përmes shantazhit publik ku përmendet tazëm se do të mbesin qytetarët pa paga për shkak të dikujt apo dikujt tjetër, është formë se si do të tentohet paraqitet e tërë situata. Në anën tjetër, nëse i marrim për bazë vetëm deklarimet publike të ish partive opozitare, sidomos LDK-s dhe PDK-s, përkatësisht eksponentëve tyre, të cilët deklaruan se nuk mund të ketë buxhet nga kjo qeveri, e që realisht nuk mund të ketë sepse... Për ta shpjeguar. Së pari, ka ndalesë ligjore në bazë ligjit për qeverinë që është miratuar dhe është sponsorizuar nga lëvizja vetëvendosje.
Këta po thirën në pikën në nenin 31 që fletë për qeverinë në dorëheqje, ku ndonë se ka ndalesa për miratimin e projektligjeve, ekziston një përjashtim për projektligjin për buxhetin. Po aty është edhe një paragraf, në fakt, paragrafi 5 në kuadër të këtij neni, që thot se për qeverinë në detyrë, dhe këtu më lejohet që ta bëj një dallim, pra, qeveria në dorëheqje është qeveria e cila për arsye të shkarkimin nga kuvendi ose dhënies dorëheqje nga ana e kryeministrit, mbetet në këtë status gjatë asaj legjislature, pra në rastin tonë në legjislaturën paraprake. E qeveria në detyrë është qeveria cilës i ka skaduar mandati dhe që nuk ka raport reciprok me kuvendin sepse i njëjti nuk e ka zgjedhur. E për këtë të dytën, që është statusi i qeverisë aktuale, ekziston ai paragrafi 5 që thotë vlen kufizimit, pra nuk mund të propozoj projektligje, por nuk vlen edhe përjashtimet ta zëm për çështjen e buxhetit. Andaj unë besoj që pikë së pari nuk mund të propozohet buxheti si i tillë. Së dyti, në kuptimin procedural, kuvendi nuk i ka të konstituar trupat e tij. Dhe në fakt nuk mund t'i konstituoj sepse ka gjykime të gjykatës kushtetuese që thonë se puna e parë dhe rendi gjërave do kështu, që puna e parë e kuvendit jetë zgjedhja e qeverisë. Vetëm pasi të zgjedhë qeveria, përcaktohen raportet pozit-opozit. Dhe disa ligje të cilat janë në fuqi dhe vetë rregulloria e përcaktojnë që disa prej komisioneve duhet të udhëhiqen nga opozita. Në situatën aktuale ne nuk kemi ende zyrtarisht opozit dhe nuk dim se